se sa vetëm si tentojmë ta mendojmë vetëm nga lufta e fundit. Lufta e fundit ka qenë është më e gjallë në kujtesën tonë, më e freskët. Është ndërlidhje edhe direkte, është edhe lufta e fundit është produkt edhe i kësaj. Po, vetëm mos harroni, fëmijët e mi do të jenë gjenerata e parë e meshkujve të familjes Gërvalla, të cilët do ta kenë mundësi të ndahen nga jeta në rrethana normale. Edhe babai im, edhe babai ti, edhe babai tim, edhe një brez, domethënë një gjenerat e tërë, një varg i tërë gjeneratash në Kosovë, kanë punuar shumë dhe unë nga njëherë kur dëshprohem shumë, se i shoh që disa procese mund t'i shtym më mirë dhe më shpejt, unë gjithmonë e gjej mundësinë, fuqinë time, të angazhohem edhe 2 orë dhe 3 orë më shumë, sepse them, babai im dhe gjithë gjeneratat e tjera i kanë pasur kushtet shumë të vështira, janë ballafaquar me fenomene jashtëzakonisht më të rënda, se sa gjenerata jone. Kemi privilegjin e kemi nderin e jashtëzakonshëm. Që disa tema t'i mbyllim përfundimisht për brezat tanë. Evropa, bota ndodhet në kohë shumë të trazuara. Do t'jemi shumë të mençur, shumë të kujdesshëm dhe me qenë se hapëm këtë bisedë dhe jemi në prag të 17 janarit. Borxhi që unë ndjej ndaj këtij vendi është borxhi që në radhë parë unë ndjej ndaj babait tim. Sepse kur ai ka mundur, gjitha i ka pasur, ka qenë shkrimtar i njohur, ka qenë i pranishëm në skenën artistike, ka qenë gazetar ku çdo ditë ka kontribuar në. Ka qenë njeri shumë i dashur, edhe në fshatin prej ka ardhur, por edhe unë si vajzë e vogël e mbaj mend kur dilnim për dore në për Prishtinë, na ndaloni njerëzit dhe me shumë simpati. Pra kur një njeri që ka qenë i përmbushur tërësisht. Prapse prap në ato kohë kur disa patën filluar të besojnë që Jugoslavia mund të na jap fal disa të drejta, ka zgjedhur të aktivizohet politikisht, edhe të shkoj madje edhe në Gjermani dhe të punoj dhe ta paguaj me jetën e tij, ka qenë një ndërgjegjshëm babai për rrezikun. Nuk ka qenë rastësi. Unë mbaj mend momentin kur jam zgjuar në mëngjesin e datës 18 janar për shkak se ne fëmijëve nuk na ka zgjuar mami natën. Edhe kur më ka treguar mami që është bërë atentat ndaj të tre